Mjeku i jep urdhër kur mos hani banane me stomakun bosh. Shpesh në mëngjes që të mos dalim me stomakun bosh nga shtëpia marrim një banane që na tingëllon si opsion i përsosur. Është e shëndetshme, ushqyese dhe do të jap energji që për mëngjes është shumë e nevojshme. Mirëpo sipas nutricionistëve çuditërisht banania është një nga ushqimet më të këqija për të konsumuar për vaktin e mëngjesit, pavarësisht se përmban kalium, fibra dhe magnez. Bananet nuk janë një mundësi e shkëlqyeshme për vaktin e parë të ditës. Nëse nuk shoqërohet me një ushqim tjetër që përmban një yndyrë të shëndetshme, banania do t'ju ngopë përkohësisht dhe më vonë do t'ju bëjë të ndiheni të përgjumur dhe të lodhur. Ndryshe nga ç'mund ta kishit menduar, ky frut nuk ju ndihmon të mbani një sistem tretës të shëndetshëm. Bananet përmbajnë shumë sheqer dhe kur sheqeri konsumohet në çfarëdo forme, ai i nënshtrohet procesit të fermentimit, njësoj si birra dhe vera, duke u shndërruar në acid.